Përshëndetje, mirë se erdhëm në një tjetër video në kanalin tim. Sot e kam nisur ditën shumë herët dhe jo ndonjë gjëre, sepse dita ime varet në varësitë e Tianit. Dhe sot jemi për ditën e fundit në Pogradec, kështu që do doja shumë që të bëja ndoshta një sfidë se sa do harxojnë në një ditë këtu në Pogradec. Pogradec njihet akoma që është një qytet që nuk ka çmime të larta, nuk ka shumë harxime, unë kam dhe familjen këtu, kështu që mbas edhe nuk do harxoj shumë, por mendova që marr një ditë me vete sa lek do harxoj në një ditë në Shqipëri. Ndoshta duhet ta bëj këtë video edhe nesër për në Tiranë, do të jem në Tiranë, por pse jo, mbase e bëjmë datë sa do harxoj në Tiranë. Atëherë, ora është 8:31. Ne kemi që në orën 8 në Pogradec, sepse mbaruam bebelinat për djalin, edhe unë nuk isha që ta ndroja, kështu që duhet më sillte vllai me orgjen. Gjithsesi do vjen në Pogradec për kafen e mëngjesit, po unë nisa pak më herët. Kështu që për të ardhur këtu nuk harxova asnjë lek, sepse kam ardhur në këm nga fshati Momelish deri këtu. Jo për të kursyer lek, por është një, nuk do thosha pedonale, por është rruga anës qytetit shumë e bukur, siç ja kam thënë në shumë video të tjera. Dhe e shijoj shumë atë xhiron e mëngjesit me fjalin, është freskët, është bukur, ecim anës qytetit, kështu që kjo ishte 0 lek. Vajta në supermarket sepse do blija pra bebelina për djalin dhe e filluam ditën duke harxuar 1638 lek. Sa më ka vënë kjo këtu? 1638 lek. Domethënë 16400 lek vleva. Atëherë bebelinot për baby janë 5500 lek. Vleva 2 molta, një me fruta pulli, një me qershi, sepse nuk ka ngrasje në shtëpi, edhe nuk e dija se sa do më haj, kështu që mora 2. Bebelinat sa ishin? Bebelinat, këto centë më max. Janë nga 60 lek secila. Pastaj kam marrë fika për kuzhinë për mamin, kam marrë 2 copë me nga 2000 lek dhe një copë që ishte me 3 copë brenda, më duket 5000 lek, sepse mami nuk kishte fika që prisnin, qita ishin për pa prerë. Kur ishte babi i priste me atë gurin e tij edhe prinin prapë, po tani që nuk është babi, neve gocat nuk ja themi aq mirë, kështu që i bleva ca fika të reja. Mora edhe një ujë 500 lek dhe gjithashtu mora edhe një banane për djalin që kushton 25 lek. Kështu që e nisëm ditën me 16400 lek, po e themi. Kështu që po i mbledh fatura dhe në fund të ditës do t'ju them se sa lek kam harxuar. Mbasi sot do harxoj më shumë sepse dua që të shkoj të lyej edhe flokët. Gjithsesi do ju mbaj të updateuar, po e fut këtu, duhet të shkojmë pastaj edhe të tërheqim lek sepse un kam gjithsej me vete 1 2 3 4 5 6 7. Ka të mirë lek. Më dalin kurse si besoj për ditë. Kështu. Tani unë po shijoj kafen me këtë famjen e mrekullueshme, ndërkohë që djali po fle. Nuk e di sa do më mungoj kjo pamja kur të jem në Gjermani. Një kur djali po fle. Dhe është pak freskët këtu. Kështu që qëndroni me mua deri në fund të ditës edhe të shikojmë se sa do harxojmë për sot. Ai, buri voçke. A buri voçke. Sam. Sa po pagova kafen? Nuk e di si do ta quajmë ditën, sa harxova bashkë me bakshishe apo pa bakshishe. Sepse nëse është pa bakshishe, atëherë kafja kushtoi 200 lek. Të vjetra 2000 lek. Ndërsa me bakshish kushtoi 300 lek, 3000 lek të vjetra. Por që besoj do ta marrim komplet me bakshishe, pra sa do harxoj gjithë ditën. S'ka rëndësi. Tani ngritëm nga kjo kafja për të shkuar tek kafja tjetër. Jeta e shqiptarit, ngelëm kafe. Të takoj kushëririn tim që ka ardhur nga Gjermania, sepse në Gjermani nuk kemi mundur të takohemi. Ai jeton në Bremen dhe unë në Trier. Kështu që nuk na është bërë mbar, ai me 2 fëmijë, unë me fëmijë të vogël. Kam qenë patjetër tek familja e Stefanit që jeton afërsi të Bremenit, por edhe atëherë ka dalë gjithmonë diçka. Kështu që nuk kemi takuar dot.
E kemi lënë orën 10 për të takuar dhe të shikojmë se sa... Oj, kalen. Se sa Gjerman do jetë bërë kushërim, do vinë në orën 10, apo do jetë më shqiptar dhe do vinë nuk e di se kur, unë i kam shkuajtur, dhe ajo akoma s'më ka kthyer përgjigje. Gjithsesi, unë po shkoj tek banka të tërheq pak lek, sepse nesër do iki, siç që thash, sot është dita e fundit në Pogradec. Nesër do iki dhe t'i lë edhe mamit pak lek, po edhe të kem për me vete. Kështu, po këto nuk llogaritën, këto ne kemi vetëm se sa do harxoj unë në një ditë në Pogradec. Kështu, të tëra faturat i kam marrë me vete dhe nëse mbaj mend edhe bakshishe dhe gjërat e tjera, patjetër që do t'ja u tregoj dhe bëjmë një shumë në fund. Sa po mbaruam kafen me kushërinë, shiko, Tezja po shtyn nipin tani dhe mami e ka pushim. Nuk më lanë që të paguaja kafet për sot, pa çka se e kisha ndarë mendjen, sot i ka paguar motra, gjithsesi unë po ju them se sa kushtuan, i kam të gjitha faturat në shtëpi, në kulet dhe do t'ja u tregoj në shtëpi. Tani nuk pata mundësi që të xhiroj atje te kafja, sepse ishim 6 njerëz të mdhenj, ishin 6 fëmijë, ishin një grup kaq i madh, sepse kushëriri ka 2 fëmijë, kushërira që kishte ardhur ka 2 fëmijë, Kiani edhe Kajani, edhe ishte kaq e vështirë për të nxjerrë kamerën dhe të bëja qoftë edhe një xhirim të vetëm. Tani siç ju thash, do shkoj që jam shumë e lumtur me flokët e errta, po e di që më ka ndalë një çik këtu te pjesa e balukeve dhe herën tjetër kisha një çik frikë që t'i lyeja të errta. Kisha pak frikë sepse nuk doja që t'i prisja, po tani që e kuptova që më shkoj, do shkoj t'i lyej të gjitha si që kisha baluket pak më të erta se që kam. Thjesht për të bërë një ndryshim. Ashtu dhe, jam tek rruga, jo, si jemi akoma, ku është teatri, është rruga tjetër, dhe do shkojmë tek parukeri Alda, që ma ka sugjeruar e Jona, më tha që për të lyra kjo Alda është shumë e mirë, që le të shkojmë dhe të shikojmë dhe se sa do na kushtoj. Nuk ja kam iden, se sa lyem flokët këtu në Shqipëri, sepse kur leva vetëm baluk, pra leva vetëm balukët dhe me shampo kolor, nuk është se bëra lyerje të tërë të flokëve, që t'ju them tani sa më kushtovi tek Geri dhe Wendy. Duke qenë se unë në Pogradec nuk ja kam iden, dua të provoj sa më shumë, prandaj nuk shkova edhe te Geri dhe Wendy, pa çka se isha shumë e kënaqur me flokët e para, dua thjesht të provoj edhe një dorë tjetër, sepse ma sugjerovi prapik e Jona dhe shumë të tjerë. Pastaj mbase do shkojmë edhe në plazh, mbase do ham diçka, motra është me mua dhe do kalojmë një ditë edhe bashkë sot. Do qëndrojmë bashkë, se është dita e fundit që unë po ri këtu dhe nuk është se jemi të shmallur shumë me njëra tjetrën, ajo ka qenë në punë, kam qenë me mamin, kam qenë jashtë, kam qenë me djalin, kështu që sot do kemi ditën pak më shumë me motrën, edhe me djalin, edhe do ta vendosim të shkojmë apo jo në plazh. Shikoni sa bukur që duket plazhi i Pogradecit, është shumë nice, plot me njerëz dhe shumë qetë. Tani këtu është rruga e parukerisë, shpresoj që ta gjej. Përballë pallatit të kukullave keni këtu në Pogradec, edhe në fund do t'ju tregoj rezultatin, mbasi t'ju jap dhe juve një mendim të disa parukerive që këtu në Pogradec janë të mira, të parën ja u dhash. Shtu dukem tani, do t'ju tregoj si do dukem në fund. Bën Kiani, ja këtu, po, është gjemba ja. E kam lënë këtu që të zvarritet, se për ndryshe nuk e mbaj dot. Ja shikojeni. Do që të ngrihet zemra ime. Ndërkohë si që thash, unë i kam lyer flokët, tani do të ri gjysmore, edhe pastaj do t'i heqim dhe të shikojmë si do dalin. I kam lyer me një besoj shampo kolor. Pa amonjak, duke qenë se jam akoma duke i dhënë gjithë djalit. Edhe do jetë pra një bojë që do shpëlahet vetë
sa po, nuk e di, të kaloj kohë, nuk është se do dali pjesë dhe kjo është gjë e mirë. Kështu që mu duk shumë profesioniste puna deri tani, kam bashkuar nuk e di se sa nuanca lloj boje, sepse unë i doja një çik më të errta se ngjyra ime, po pak më të zbardhura se ngjyra e parukjes, kështu që kisha sa pretendime. Hello, të im brenda. Flokët sa po I levë, tani do rinë pak për jashtë. Dhe na duhet gjysmore. Na duhet gjysmore të fresi. Amo Kian, të pëlqen. Pasi kaloi 30 minuta, I lam edhe flokët, përdorëm edhe një produkt Regenesi nga një firmë që quhej Nika, që ishte një firmë që largonte të gjitha kimikatet pas lyerjes, duke qenë se unë jam edhe në gji. Nuk është se ne përdorëm bojra me kimikate, por çdo lloj, sado I vogël kimikat që mund të jetë në çdo proces që unë kam bërë tani, largohet me anë të këtij produkti dhe e gjeni pikërisht këtu tek Salon Alta. Më pëlqen shumë se si dolën flokët, shikoni sa bukur, sidomos tani që po I kre, më pëlqen kaq shumë, duket ngjyra kaq e bukur, çokoladë, por me një nuancë të kuqe. Edhe krerja pastaj ishte një tjetër nivel. Sa po përfundova me lyerjen e flokëve, e bëra prapë tek parukeria Alda, që është tek teatri Kukullave përballë. Ishte, nuk e di, fantastike gjithë eksperienca, flokët I kam kaq shumë të shëndritshme dhe duken super të shëndetshme. Aty në fakt ato më njihnin dhe ishte shumë e vështirë për mua që të paguaja. Ato më njihnin dhe ishte shumë e vështirë që të më pranonin lek. Dhe nuk e di, 30.000 lek ja u kam shtyr me të lutur. Ju lutem mbajini, kështu që nuk di t'ju them se sa lyen flokët, sepse unë pastaj u dash për të pirë kafe, sepse nuk më mbani, kishin shumë respekt edhe shumë faleminderit, po ja u them nga shpirti. Nuk I di të gjitha parukerit në Pogradec, por këtu për të lyer dhe për të prerë flokët, I preva pak nga fundi, ishte fantastike. Ishte një ndër parukerit më të sjellshme që kam qenë ndonjëherë. Ndërkohë që më lanin flokët, njëra më mbante djalin. Të qenurit njëri është shumë herë më e rëndësishme se sa biznesi apo ti je thjesht një kliente. Kështu. Tani kemi ardhur të ham diçka me motrën, kemi marrë të dyja nga një dhall. Motra mori një sullaqe, kurse unë mora një pita dhe totali shkori 8.600 lek. Nuk e di fare se ku jam me shumën e ditës deri tani, por besoj pas kësaj do ikim në të shtëpia, kemi për të paguar dhe vetëm taksin edhe çfarë do gatuajmë në shtëpi. Kurse qumë si që po pikiani është takas. Deri tani dita nuk është shumë e shtrenjtë këtu. Shumë okej. Kjo është ajo që po ha unë dhe motra ka marrë sullaqe edhe dhall patjetër dhe ujë. Na bëfshin mirë. Sa po arrita në shtëpi, shikoni sa bukur ka vlogën, ndihem shumë nona. Mezi pres që të më shikoj Stefani, sepse gjithmonë ka dashur që t'i kem kështu të errta edhe voilà. Tani, harximi tjetër që pata sot ishte për taksin, sepse unë nuk kam marrë makinë, edhe vllai nuk ishte në Pogradec, kështu që erdhe me taksi, dhe taksia kushtoi. Sa kushtoi? 500 lek. Pra plus 500 lek, ndërsa të gjitha këto faturat që ju thash unë, shkuan 13, 15, 17.200 tek vari. Pra, sa u bë shuma. Tani, për më tepër do shkoj më vonë tek Banesa, nuk është se kemi ndonjë gjë për të bler sot, edhe pak a shumë kjo ishte që sa harxova unë gjatë gjithë ditës. Tani, pasi do shkojmë për të bler edhe disa ushqime tek dyqani këtu, për të bërë gati për nesër, mbase ndonjë letër të lagur, nuk e di çfarë më duhet, edhe dita sot ishte shumë e bukur, ishte takua kushërinë, dolla me mamin, dolla me Kianin, dolla me motrën, kaluam një ditë me motrën, kështu që prit t'ju tregoj se Kiani mori një dhuratë sot. Kian mori një dhuratë nga Angela, qa i thonë motra jote? Qa e kam unë motrën tënde? Banak gjeshë? Jo.
Baxhanesh? Çfarë ka më motrën tënde? Banajak, baxhanak, baxhanake? Jo. Ja. Baxhanak është për burra. Baxhanak është për burra, po. Baxhanak femër. Krush. Krush, nuk e di çfarë quhet. Nëse ju keni një emër, ma shkruani poshtë sepse nuk e di. Dhe I ka marrë Kianit këtë dhuratën. Që bën tinguj, që bën këngë, që bën Ok, mbaro tash se do vazhdoj me videon. Edhe është shumë e mirë për në avion. Besoj që është shumë e mirë për në avion, do na ndihmojë nesër, sepse nesër kemi ditën që do shkojmë në avion. Edhe shikoj, ok, shikoj këtu I ulesh ka dhe I ngrisha volumi, super. Kemi dhe dy, na ka futur dhe dy bateri brenda, që ti kemi për rezervë. Dhe këtë do ta marrim me vete. Tani për çfarë moshe është këtu nuk e di, po thot puzzle early education on interesting. Nuk është se ka më... ok, thot për 12 muaj, Kiani sot është 9 muaj, prandaj do dhe ca muaj që edhe ta mësoj tamam se si të shtypi butonat, por bën edhe kështu. Dhe mund të luaj edhe me këtë këtu. Kështu, do ham edhe darkën, edhe do shkojmë pastaj kur të bëjmë gati tek dhoma atje, do t'ju tregoj. A do më dalin gjitha valixhet gati? Edhe bëhemi gati për të nisur për në Gjermani, për në Tiranë dhe pastaj për në Gjermani. Me flokët ndihem fantastike, si po më kanë zbritur një 10 vite jetë. Hajde, hopa, se do na zërë shiu. Bo, ku e ke makinën ti? Po jo me zemë këtu, do shkojmë te Mondi. Ajo që doja të blija tani është edhe një pjepër ose një bostan, se më vajti mendja për një frut dhe nuk kemi frut. Qa do, më mirë pjepër apo bostan? Ha? Edhe një pjepër. Po jo, këte lartë do shkojmë, hajde. Edhe një pjepër. Edhe një bostan. Ja, të shikojmë çfarë do gjejmë aty dhe të shikojmë se sa kushton, nuk ja kam idenë se sa është kilja e shalqirit dhe pjeprit. E të tjerë. Kështu që çfarë do ti? Çfarë? Pjepër edhe bostan. Dil këtu në kamerën një. Pjepër dhe bostante? Okej. Shojmë. Shojmë qa do të blejmë. Ky është dyqani Lagjës. Oh, Tomi është ky jo, se është Tomi. Mendova se ishte Tomi. Kështu është rruga. Tomi është më I madh? Shikojmë këtu çfarë frutash ka. Kemi vetëm 2 bostane. Kujt I bie vjeta? Ka dhe ti. Ku je, ma? Atë, Hajde me merri. duket se ky është më I mirë se është I verdhë. Kush bën më shumë zhurmë? Kjo bën. Okej, këta do marr. Sa kushtoi bostani? Sa lek bari bostani? 3.000 lekë. Po jo mo, sa tha I xhaxhi? 5.000 lekë. Jo, 2.000 lek. 2.000 lekë. Po 2.000 lek, 2.000 lek, 5.000 lek një bostanti. Po dale, 5.000 lek ti. Ku je në Paris je? Në Mëmblisht jemi jo. Në Mëmblisht jemi. Që është kjo 5.000 lek një bostan? Në fakt. Palisa do kushton të në Gjermani. 5.000 lekë. Sa I bje, me sa ishte kilja? Nuk e morën vesh. Ky është një... 5.000 lekë është bostani. Po nuk ishte 5.000 lek, 2.000 lek ishte. Jesh fiksuar 5.000 lek shikëso. Vetëm budalliqet janë 5.000 lekë. Cilat janë budalliqe? Këtë që kam të dora. Është 5.000 lek ajo? Po. Mhm. Ku e ke blerë këtë ti? Dalë ta shikojmë çka ke ti në dorë, dalë. Po këto të ka dërguar Tezja nga Tirana, more. Kur për festa. Po, Prandaj më tregove ma. po. Ma dhani një surprizë. Me qëra fjalla sot është 9 mujori I Kian dhe babi Shtefan asë që e ka mendjen fare të na uronte neve për 9 vjetorin.
Po as unë nuk i kam bërë djalit tim asgjë sot. Kështu që foton e 9 mujori do ta bëjmë nesër te shtëpia. Doni të bënim një tortë, po nuk e di, ai ku gjithë dita kot. Sapo erdhe në shtëpi, bura djalin e gjumë, dhomën e kam katastrof, do t'ja u tregoj, do filloj t'i palos rroba dhe kur ta ngem gati pastaj do t'ja u tregoj. Nuk e di, do me thënë si do t'i fut gjitha këto rrobat në 2 çanta shpine. Fillojmë atje, ato janë të palarat, ato janë rrobat që do veshim nesër unë dhe djali, këto janë rrobat që duhet marrë me vete, janë të lara e të palosura, shikoj edhe Bepelinën. Tani duhet ja heq se direkt djali qavi sot duhet ja vija në gjumë. Këto janë lodra, 1000 gjëra. Bepelina do t'i lej, nuk është se do t'i marrë. Kam dhe make-upin, muroni, fat, t'i fut për këto gjëra në 2 qese. Ti bëjmë në ndenjim 3 javë, ishte një kohë shumë e gjatë për të marrë gjëra pak. Do më thënë edhe gjatë kohës këtu kam bler gjëra dhe janë bledur shumë gjëra. Po i bëj gati tani se nuk kam kohë të xhiroj, duke qenë se Kiani sapo e zuri shumë, në vërtet që duhet të nxitoj para se ai të zgjohet prapë. Përfundova gjithë rroba, siç e shikoni, tani nuk është më aq rrëmull, mami erdhi që të printe për herën e fundit se unë ishe nata e fundit këtu, pra tek shtëpia që kisha marrë me për pushime. Kiani lëvizte nga pak, por gjithsesi gjumin e kishte të qetë. Dola t'i paketoja të gjitha gjërat në këto 2 çanta, një çantë e venukuris, një çantë poshtë e karroca, edhe shihemi në videon tjetër. Ciao.